Dhe është hadithi është sahih, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot inna anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فلندرojmë për ti, falë ndihëm, kërkojmë salavat e salama dua tona dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme, shokëve tij besnik, sahabe radhiyallahu anhum, të gjithë atyre që kanë pasur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që të pasojnë këtë kohë dhe ata të cilët të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Jemi në vazhdim të ligjëratës tonë me shtjellimin dhe shpjegimin e disa adhkareve, duave, që të njëjtën kohë janë dhikr, përmendje Allahu xhallahu dhe janë dua të mëngjesit dhe të mbrëmjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka bën mëngjes dhe mbrëmje dhe na ka porositur neve që me i qëndru besnik këtij dhikrit dhe inshallah taala do mundohemi që do të bëjmë një lloj shtjellimi, kuptimi të këtyre duave, rreth kuptimit të fjalëve të tyre, se çka përmbajnë vete, që me i përjetu, me i meditu ato dhe me pas përkushtim qoftë në adhurimet tona, namazin ton dhe adhurime tjera, njëjtën kohë pas njeriu përkushtim ndjenja dashurie për Allahun subhanahu wa taala, ndjenja frikë respekti ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe përmendjen e Allahut xhallahu ala. Dhe kjo do të forcon besimin e njeriut dhe çelëson atë dhe ngrit në grada të larta. Do të mundohemi do të i përmbledhim thashë në dersin e kaluar që varësisht do të pe duave kanë lidhshmëri disa prej fjalëve, do të mundohemi që të japim një shpjegim, ka mundësi që do të me i bashku një dua ose dy dua. Sonte me lejen e Allahu xhallahu do të flasim për një dua që është po ashtu në dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka bë, e që në njëjtën kohë e ka cilësu si sejidul istighfar, zotëria i istighfarit, i kërkim faljes, zotëria i duave të kërkim faljes. Mjafton kjo si cilësim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të treguar vlerën e kësaj duaje. Këtë hadith do të transmeton Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, do të është i vetmi ky transmetues në tek Buhariu do me këtë hadith që ka. Do është hadithi është sahih, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتكون شرط بيغمبري صلى الله عليه وسلم كالدعاء من قالها حين يمسي كوشطات كتا وتكوت ngryset ka ploja e kësira ku djene nata muqinun biha, në bindjet plot, duke i ditë kuptimin e këtyre fjalëve dhe duke i përjetuar atë, duke i ndjekur ato, thot dakhala al-janna kama hin jannat. Dhe po ashtu thot kush thot
gjatë ditës ti, kur gdhihet në mëngjes, e thot këtë dua, muqinun biha, do thot i bindur në atë çka e thot, duke pas yaqin bindjen Allahun subhanahu wa taala, edhe vdes do thot atë mëngjes derisa vjen para sa me ardhë mbrëmja, thot është prej banorëve të xhennetit. Kjo tregon për madhështinë e kësaj duaje, e që me lejnë Allahu xhelal mundohemi do thot me i bo sherh, me shpjeguar, me komentuar sa kjo mundësi dhe sa di. Selamu rahmetullah. Fillon kjo dua, Allahumma anta rabbi. Allahumma e ka për qëllim dua, thirrje, ja Allah. O Zot, o Allahu im. Anta rabbi, la ilaha illa anta. Ti je, ka ardhur në këtë hadith, edhe në këtë dua, ti je rabbi jem. Çka në kupton fjala Rabb? Çka do të thonë fjala Rabb? Nështë ta kemi shpjeguar her pas herë në kuptimet në ligjërat të tjera. Dhe pse ka ardhur me këtë kuptim? Pse ka ardhur me këtë shqiptim? Anta Rabbi. Fjala Rabb është një prej emrave të Allahu subhanahu wa taala, nga 3 emrat më të mëdha të Allahu xhalla wa ala. Allahu në surën Fatiha fillon me Alhamdu lillahi. Hamdi i takon Allahut Rabbil alamin, men herë emri i dytë. I pari lillah, Allahu. Emri i dytë po është në Fatiha, e nisë Allahu xhalla Rabb. Edhe emri i tretë Ar-Rahman Ar-Rahim. Këto janë 3 emrat më të mëdha të Allahu subhanahu wa taala. Rasul ka thonë anta rabbi, ti je rabbi jam. Çka do të thotë fjala Rabb? Fjala Rabb në aspektin gjuhësor, ku kanë folë njerëzit e gjuhës për ta, po ashtu edhe dietarë që mbështeten ta, i ndihmon shumë kuptimit për me ditë për kanimet u bo fjallë. Në fjala Rabb, në gjuhën arabe është islahu shej, ai që përmirëson, ai që rregullon çdo gjë. Arabët i thojnë Rabb, thonë që kujdeset për çdo gjë. Për shembull, kujdeset për mirëmbajtjen e këtij objekti ku jemi në xhamisë. Rabb e meriton këtë epitet ai që është në vazhdimsi në kujdesje. Domthonë ka rregullu, e ka ndreq, edhe kujdeset për ta dhe e ka bërë në mënyrën më të mirë të mundshme të përsosur. Edhe sa herë që ka nevojë për përkujdesje, ai përkujdeset. Domthonë tek arabët nuk i thojnë Rabb që ati që për shembull është përgjegjësi i kësaj, e ka ndërtuar këta, po gjejmë defekt. Që thos s'ka ka mirë që kjo. Që kjo për mungoj ka këtu. Kjo dash më konë në këtë vend. Kjo është e para. E dyta, nëse u prish diçka, edhe e thirr tash më thonë, përgjigjet thotë, jo Allah, jam në spital. Jo Allah, jam në udhtim diku në larg. Domthonë, çiti si thonë Rabb. Ky s'është kujdestar. Nga se në aspektin gjuhësor, kujdestar ai i cili është në vazhdimsi e rregullon. Vazhdimisht e rregullon, edhe hiç pa pas nevojë, edhe hiç pa ja kërkuar ti, ai e mirëmban dhe kujdeset dhe rregullon edhe e çon në vendin e duhur. Edhe nuk ka vend për me gjetë mangësi. Kjo është e para. E dyta kuptimi, el mudawamatu alej. Don Rabb është ai i cili vazhdimisht ka për kujdesje. Jo është kur ka nevojë. Domthonë sot do dash me kallën zemrën se kemi takimin. Kujdestar tek arabët konsiderohet ai që në vazhdimsi është kujdestar. Nëse ai kujdestari ka nevojë fiziologjike, bashkë kur ki nevojë ti, ai nuk është aty. Ka dalë prit duhet me prit 10 minuta, s'është kujdestar. Të kuptimi i kësaj. Nëse për shembull duhet me mbaj me kujdes, ndoshta kemi dhënë si shembull ndonjëherë, nuk e di se në mezhlis, për shembull nëse ka thonë mjeku e vladit që don më shumëti, ose prindi baba ose nona, edhe thotë që ky mund me qëndru, domthonë është me këto elemente që i ka janë vendos, do thotë nëse ti je 24 orë, do thotë i kujdesshëm ndaj tij dhe kujdesesh për ta, ky jeton. Për një çast nëse ti do thotë s'ki mundësi më kujdes, nalet aparati edhe vdes. Mund që ky është kujdestar. A mund me qëndru dikush këtu në çfarë forme, pse e don shumë. S'ka mundësi se Zoti ka kriju të tillë, të dobët.
se s'mund më kujdes 24 orë. Ki nevoja fiziologjike, të merr kotja, do të thotë të kaplon uria, etja, dobësia, edhe me pas mund me lëviz ndonjëherë, që kjo është me tregu. Allahu subhanahu wa taala është Rabb, nga se është në vazhdimsi në përkujdesje dhe nuk ka nevojë për ndihmën e kërkujt. Për kërkujt kërkon ndihmë. Me autorizu di kanë me thonë kështu se unë jam të shkuar çdo ti duhesh mos më do syt. Ose më kujdes për evlat të shtëpia, për shembull tash në këtë kohën e gripave, më dhonë thotë shirupët, edhe i ki njërin e kin 8 orë, tjetrin e kin 6 orë, tjetrin 12 orë, e të përzihen. Çasoj smuj me nejt gati. E Allahu subhanahu wa taala është Rabb kujdestar në vazhdimsi për çdo krijesë. Rabbul alamin. Rabb i çdo gjëje. Për çdo gjë kujdeset kërkuj s'ja lyp ndihmën. Dhe çdo gjë që funksionon në këtë dunja, në këtë tokë, edhe do të thotë nga bota e gjallë dhe jo e gjallë, gjithçka që funksionon me lejen e Zotit. Kur zho pa lejen e Allahu xhelal nuk funksionon. Allah jep leje çdo qelizë, çdo atomi, çdo elektroni, çdo protoni, neutroni, elektroni, çka janë, gjithçka nuk lëviz pa marrë leje. E treta i kuptimit të Rabb është kur Allahu subhanahu wa taala është ai i cili duhet t'i mirët leja ati dhe na jemi rob të tij. Allahu xhelal nuk jep llogari për krijesat e tij ndaj kërkujt. Pavarësisht çastis. Nuk i jep Zoti llogari kërkujt nga se jemi robër të tij. Na dhe këtë krijesa të tjera. Për shembull, na jemi pronar telefonit, unë kërkujt nuk i jap llogari çka bëj me ta. A e gjuj, a se ndezi hiç, a e maj në xhep, nuk ky s'guzon mua anku. Pse sot s'm kimbush. Ose pse sot s'm ky shfrytzuese. Ose kerri me thon pse që 2 javë do thot në garazh nuk kum dal. Unë jam pronari i saj. A e thej alo, nuk jap llogari kërkujt. Dhe krejt krijesat janë prona Allahu xhallahu ala dhe janë rob krijesat Allahu xhallahu ala që Zoti nuk jep llogari kërkujt. Megjithatë Allahu xhallahu për krejt to është i kujdeset për to, i rregullon çdo gjë dhe në vazhdimsi është në përkujdesje dhe nuk ka nevojë për ndihmën e askujt. Çka është në aspektin gjuhësor me kuptu jemi në Rabb. Për me parafru edhe me pasat kuptimin edhe më të qartë, çka nuk kupton fjala Rabb, në këtë rast rububie, kur e ndajmë tauhid ar-rububie wal uluhie wal asma was sifat. Ar-rububie do të thonë tauhidi rububie është se Allah është krijuesi jon, mbikëqyrësi jon, furnizuesi jon dhe ai rregullatori i kësaj dunjaje. Allahu subhanahu wa taala është Rabb ndaj çdo krijese. Edhe asnjë krijesë nuk lëviz pa lejen e tij dhe nuk i përzihet Allahu xhelala kurrë. Në zbulimet e fundit, po them edhe më herët, është vërtetuar që njeriu embrionin në barkun e nanës, do atë lidhjen që e ka mes kërthizës dhe do thotë embrionit dhe nanës, në mes saj që ka dhënë muri intelegjent, po i thoj. Ky muri intelegjent i jep sinjale nanës nën vetdije me kërkuar disa ushqime që zakonshëm se na është e njohur që i lyp do ushqime ndoshta dimnit verës do ushqime dimnit. Se s'po bëj ka për jadhon se tani jetë shenja dhe kështu do të janë bestytni, në kanë bazën fe. Pse? Nëse që ky i cili është Rabb kujdestar, që ky që jep leje dhe që ky që kujdeset, edhe kur nona është në gjumë, Allahu xhela Rabbi kujdestari është ai i cili në vazhdimsi kujdeset dhe e rregullon dhe jep leje, e din se ky embrion ka nevojë për këto vitamina. Edhe në vetdije nona i kërkon dhe ka andje për çat lloj ushqimi që ato mu përpunuar dhe me shku nëpërmjet kthizës, nëpërmjet imunit intelegjent, shkon tek embrioni do të thotë dhe i merr çdo ushqime që janë nevojshme. Subhanallahu. Që ky Rabbi ja mundson që ta edhe që atyre që janë në barkun e nonës e që Allahu e din që këta janë armiqtë Allahut kur dalin në dunja. Edhe për që ta është Rabb Allahu, edhe për që ta që nuk e i nënshtrohen
e përbuzin, e nënshmojnë, e injorojnë, edhe për çfarë është Rabb. Edhe pse Allahu xhelala me dijen e tij pa kufishme e din se ky kur dalë ka më kon luftari Allahu xhelala, armik i Zotit. Megjithatë kujdeset për këta. Edhe kur të bëjmë me fletë, na s'kemi nevojë me kredis, as zemrën s'kemi nevojë me kredis, a më kthyn kohën e majt, gjithçka funksionon nga se Allahu subhanahu wa taala është Rabb, kujdestar. Tash kur jemi këtu, Allahu xhelala do të është kujdestari i çdo gjëje. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu është ai i cili nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nuk e kap as kotja e as gjupi. Që kjo është se për me qenë, do thotë tash kthehemi të thash i përzim ndonjëherë dua për me e kuptu, është një dua tjetër që thuhet ma vonë, po ashtu në dhikrin e mëngjesit dhe mramjes, Allahumma alim al-ghaibi wash-shahadati. O Allahu im, ti i cili e din të msheftën edhe të dukshmen. Fatira as-samawati wal-ard, krijues i qiejve dhe i tokës. Ti i ki kriju, ti kujdesesh për to, ti ju e pljedh. Mas kësaj ka Rabbe kulli shay'in wa malikuhu. Është Rabb kujdestari i çdo gjëje. Edhe atyre që i shohim, edhe atyre që si shohim, edhe atyre që 7 miliard njerëzve secili me kërkesat e veta, secili duhet me marr leje çdo lëvizje që pallë synit, lyp leje tek Allahu, a mu mbyll, a mu hap. Çdo frymëre që e marrim, lyp leje te Allahu xhelala, a mu me marr, a mos me marr. Do thot kur hajmë ushqim apo do thot kanalet i ushqimit dhe i ajës, si herë kur hajmë lyp leje, atja zo frymën a mos ja zo. Atë shkoj e knej, atë shkoj e knej. Allahu xhelala për çdo levesh për njerëz 7 miliard. Po për gjallësa, për do të thotë edhe ato që i shohim, edhe ato insekte që nuk i shohim, edhe ato që me xhudut me i pa me për gjithçka lypin leje dhe Zoti ju jep leje. Rabb kulli shay. Është Rabb i krejtëve, kulli shay. Kujdestar i krejtëve këtyre, menaxhues i krejtëve, rregullues i krejtëve. Do të ketë zinxhirin e jetës që e ka bëu Allahu xhallahu ala të bashkësitë që jetojnë. Këtë që ky zinxhir është me lejen e Allahu xhallahu që Zoti vetë për kujdeset për to dhe ju jep leje. Nuk ka nevojë për ndihmën e askujt. Dhe sa herë që ti e thu Allahumma anta rabbi, ti je rabbi jam. Don kujdestari i krejtëve, por në këtë rast je kujdestari jam. Ti je i cili kujdesesh për mua, s'ki nevojë për me lyp kërkuj ndihmë për mua, kujdes për mua. Don çdo gjë që funksionon këtu tek unë, qarkullon, lëvizja e qeliza, gjithçka, ti je çaj kujdestar, ty jep leje. Elhamdulillah o Zot që më ke dhënë begati dhe mirësi dhe jam mirë me shëndet, kjo është nga mirësia jote. Ti je Rabbi, ti je kujdestari. Me gjithë këta o Zot, unë jam robi jot e ti je Rabbi. Ti si jep llogari kur kujt, edhe nëse ndenon, edhe nëse ndevijon, edhe nëse më humb, edhe nëse më çon në xhehenem, kur kujt si jep llogari. Megjithatë, ti me mua je i butë dhe i mirë, do ta shohim pjesën tjetër të hadithit. Domthonë që kjo është kuptimi i fjalës Rabb, tauhid ar-rububiyya që kjo nuk kupton. Domthonë sa herë që e thojmë Rabb, kujtoje çfarë. Allahu subhanahu wa taala është kujdestari. Nëse Allahu xhelala është kujdestar dhe Rabb për ata që e nënshmojnë, e përbuzin, e luftojnë Allahun xhelala, është kujdestar për ta, kujdeset për ta. Madje kujdestaria për ta mund të jetë ndoshta në mënyrën më të mirë të mundshme, për shkak që i kanë kushtet. Në çka ta merr mendja Allahu xhelala, nëse për to është kujdestar, dhe i jep shëndet, edhe i furnizon. E çka mbetet për besimtarin që adhuron Allahun xhelala. I nënshtrohet atij, i lutet atij, mundohet me mbajt rrugën e tij, mundohet me çu amaneten me Allahun xhelala, me Allahun xhelala në vend. Andaj që kjo është ajo kuptimi, domthonë mundu me përmbledh. Anta rabbi la ilaha illa ant. Tash mas rabbit, thot nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç teje o Zoti. Kjo është ndarja e tauhidit. Në pjesën e parë njeriu dëshmon se Allah është tauhidin rububiyya, që Allah është furnizuesi, menaxhuesi çdo gjëje. Në pjesën e dytë thot
la ilaha illa ant. Po ashtu në surën Fatiha na shohim Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdi të kanë Allahut, menaxhuesi çdo gjë. Ar-Rahmanir Rahim, mëshiruesit mëshirëplotit. Maliki Yawmiddin, sunduesit të ditës së gjykimit. Kjo pjesa e parë është tauhid ar-rububiyya. Që njësojmë Allahun xhela që është menaxhuesi çdo gjë dhe mbishyrësi çdo gjë dhe furnizuesi çdo gjë. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Kjo është tauhid al-uluhiyya. Që ky Zoti që është mbishyrësi çdo gjëje, që është i përkryer, a bën që ti Zoti mos më nënshtru dhe mos më adhuru? Ai ka hije që ti mos më nënshtru, që ti mos më lut, që ti mos më mbështet, që ti mos më aqu në vend urdhat, këti mos më mbështet, këti mos më friksu, këti mos më lut. A ka mundësi me funksionu besimi i njeriu nëse ka kuptuar se ky është menaxhuesi çdo gjë në çdo pikë? E tani unë mos më njoft këtë fuqinë këtë formë, s'ka mundësi. Andaj tash në pjesën e dytë e dëshmojnë tauhidin uluhiyya për Allahun subhanahu wa taala. Që vetëm ty të adhurojmë, vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Vetëm ty të besojmë, vetëm ty të mbështetim, vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, vetëm ty të lutemi. Vetëm prej teje friksohemi për askujt tjetër, veç prej teje kërkojmë. Kjo është tauhid al-uluhiyya me tregu Allahu xhelala që kështu ka me qëndru besniku Zoti. Dhe kjo është pjesa e parë. Anta Rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk. Më ke kriju mua dhe unë jam robi jot. Ti më ke kriju, as më ke vet, ku po du më kon, as i kujt po du më kon, as në çfarë familje po du më kon, as çfarë komsie po du më kon. Andaj nuk ka krenari me diçka që ty Zoti s'ka vet. Nuk duhesh më krenu me diçka që Zoti as t'ka pyet, as ki pas gisht në përzgjedhjen e saj. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, më i miri për ju është ai që është më i devotshëm. Andaj krenari jep ajo që ti jep kontributin për ta. Kur reflekton me vlera, kur ti e beson Allahun subhanahu wa taala. E ti më ki kriju, as nuk na ki vet, edhe na jemi rob të tu. Pjesa që e them rububia. Na jemi rob tu. As nuk jep llogari kërkujt nëse çfarë do të çasi ki me neve. Dhe as nuk guzoj me u anku pse kështu na ki kriju, pse në këtë familje na ki pru, pse na ki dhonë qëtë rësk, nuk të guzoj me pas si qasi me Allahun xhallahu ala. Megjithatë, khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dhe unë i qëndroj besnik marrëveshjes që e kam bëu me ty o Zot. I qëndroj besnik premtimit që ta kam dhënë ty. Cili është premtimi që ne ja kemi dhënë Allahut dhe premtimi që na i ka dhënë neve Allah. Në këtë dua e thojmë vazhdimsi këta. Dhe duhet me pas bindje njeriu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditë për ditë i ka thonë Muadhit, o Muadh, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah. A di cili është haku i krijesave ndaj Allahut dhe haku i Allahut ndaj krijesave? Ka thonë Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dhe pejgamberi e din më së miri. Ka thonë haki i krijesave ndaj Allahut është me adhuru Allahun e mos me i bo shok atij. Kjo është hak që e kemi ndaj Zotit, edhe të njëjtën kohë jemi besatu kur na ka pyet Allahu xhallahu ala para se me na kriju alastu bi rabbikum qalu bala. A nuk jam unë Zoti juaj? Kemi thonë po gjithsesi. Thonë e hak i çetynve krijesave që e ka thonë besën Allah është me shkullën e amanetit. Thotë me adhuru Zotin e mos me i bo shok atij. Ati mi ju lut, ati mi ju mbështet, ati mi ju friksu, pe ti ndihmë kërku, pe kërkuj tjetër. Që kjo është tauhid al-uluhiyya. Dhe pjesa tjetër e haki nëse ta e çojnë në vend që të porosi, mastata'at, sa ka mundësi njeriu. Çfarë nuk kupton që kjo? O Zot, unë nuk e kam në dorë udhëzimin. Unë nuk e kam në dorë sigurinë e kësaj që shtu kam e qëndru. Ti më ki ndëru mu dhe ti ma ki lehsu dhe ma ki mundësu që unë me të njohë ty dhe me të nështru. Dhe me të besu
edhe me të nënshtru. Kjo është nga mirësia jote. E unë qaq sa ka mundësi, qaq sa ti mi e leje, dhe më ki nderu me këta, unë e ka mundu. Qa në më kupton një të në kohë që kjo sa ka mundësi, nëse nuk ka krijesë, nuk bën gabime. Allahu xhallahu ka kriju të tjerë që bojmë lëshime, gabime, kemi gjuna, kemi tmeta, pavarësisht. Shkallë, sikur të kish pas njerëz që s'kishin bërë gabime, thotë Allahu i kish zhdu këta kish pru krijesa tjera që kishin bërë gjuna dhe gabime dhe ju kishin kthy Allahu xhallahu me pendim si tjetër dhe Allahu ja kish pranuar pendimin. E kjo është natyrshmëria që Zoti ka kriju njerëzit. Dhe pavarësisht, ju robtimi, unë ju kriju juve dhe ju furnizoj juve e ju më mboni gjuna mu, por më gjeni mu gjithmonë falës. Është shkon hadith që sa herë që njeriu kur bën gabim edhe kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, ato zot falem, kërkon istighfar, ato Allahu xhelala, robi jam e diti që ka një zot që e fal. Andaj e fal. Dhe përsëri kthehet ky, pas një kohë përsëri kur pendohet atë Allahu xhelala përsëri thotë. E diti që ka një zot që e fal, do përsëri ta fal derisa ti thotë bën çka dush, nga si je i falur. Çfarë nuk kupton bën çka dush, tash s'ki nevojë me kërku falje. Në komentin se ka thonë jo, bën çka dush përderisa ti e din që e ke një zot që të fal, pavarësisht çysh se kjo është natyrshmëria e njerit, e rëndësishme është ti me di që Allahu xhelala të fal. Sa herë që ti e din dhe kthehesh tek Allahu xhelala, të fal Allahu xhelala. Kjo është cilësia e Zotit. Andaj që kjo është marrëveshja që kemi bërë me Allahun dhe marrëveshja e Allahut me krijesat është nëse këta e çojnë në vend thotë Allahu subhanahu wa taala me i fut në xhennet. Dhe kanë dhënë Allahu xhelala e fut dhe e begaton me këtë mirësi në nështrimin ndaj Allahu xhelala e kanë dhënë Allahu edhin pse më së miri. Nuk e mundson dhe e privon për kësaj mirësie na lutë Allahu xhelala nga ata që Zoti na begaton me këtë mirësi. Dhe kjo është marrëveshja që ne e thojmë këtë dua. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Kërkoj mbrojtje o Zot nga sherri, nga e keqja që e kum bërë. Sana'tu ana. Unë e kum bërë. Do të ky raport me Allahun xhallahu ala që me njeriu me trajtu dhe me pas më kon i vetëdijshëm në raport me Allahun xhallahu dhe me trajtu vetëm këtë formë me Zotin që o Zot ti je ai që në vazhdimsi je bujar me mua. Po unë jam ai i cili bëj gabimet. Se ka nga ata që thot po Allahu po donon që ashtu më kon. Kjo është mos edeb me Allahun xhallahu ala. Edeb me Allahun, edukat me Zotin është kur ti gjuna kur i bën o Zot të janë dobësia jemja. Çdo mirësi çka vjen është e Allahu xhallahu ala. Çdo gjë që e kemi qelluar dhe është në rregull, edhe nënshtrimi dhe adhurimi dhe mirënjohja ndaj Allahu xhallahu, kjo është nga mirësitë që Allahu na ka begatuar. Për shkak që na don Allahu xhallahu na ka mundsuar që na me njoh Zotin dhe me nënshtruar atij. Dhe kundërta e kësaj, gabimi dhe lëshimi Zot janë prej mua dhe prej shejtanit. Cytjeve të shejtanit dhe janë dobësi dhe lëshime të mia. Por nuk ki dorë ti o Zot në ta. Ti nuk don që unë më kon i tillë. Po unë jam i dopt. Unë jam gjunashari. Unë jam gabimtari. Unë jam ai i cili do të i prishi marrëveshjet. Unë jam ai i cili do të i shkeli kufit. Kur e kiket edukat me Allahun xhallahu ala, kjo është shkolla më e lartë. Çka ka thonë pejgamberi Allahu xhallahu ala kur ka hyrë në gojën e peshkit? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Subhanak, je i patmetë dhe je i latë madhruar, i ngritur. Inni kuntu min adh-dhalimin. Unë ju kon zullumçar. Unë i kon bo zullum vetës. Nëse kështu do të njeriu e ka këtë çështje me Allahun xhallahu, vazhdimsi këtë raport me Allahun xhallahu ala, e përbuzën në shpon veten e tij dhe ngrit dhe e madhron Allahu subhanahu wa taala, kjo është shkolla më e lartë, do të e raportit me Zotin takvallukut. Kjo është ajo çështje që duhet. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Abu'u është për qëllim
Ebu, do të a'tarif, do të e pranoj. I pranoj mirësitë e tua, o Zot, që ti i çon pa ndërprerje tek unë. Begati të panumërta, mirësi të shumta që i dërgon deri tek unë. Wa abu bi dhanbi, dhe po ashtu i pranoj dhe e pranoj që unë e bëj në vazhdimsi gjuna dhe mëkate në raport me teje. Me smejë dhe teje. Ti në vazhdimsi në çon begati dhe mirësi, e unë në vazhdimsi raporti me ty është në raport gjunahave. Kjo është shkalla më e lartë e çastis me Allahun, me edebit me Allahun subhanahu wa taala. Që kjo çasje me Allahun prodhon do të turp me Zotin. Nëse në çet formë i lidh raportet me Allahun xhelala, me kjo është shkallë e lartë. Krejt mirësitë do të vinë prej teje. Veç subhanallahu, veç munal njënja dhe mirësive Allahut, për begative shumë të Allah. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Nëse mundoni të me numëru të mirët e Allahut xhelala, s'ka mundësi me numëru Allahun Kur'an na thotë kështu. Wala in shakartum la azidannakum. Nëse jeni falëndërues, kemi mjaftu të mirët. Wala in kafartum inna adabi la shadid. Por nëse jeni mohues, dënimi i Allahut është i dhëmshëm. Ka të dush nëse me i numëru begatit e Allahu xhelala janë të shumta. Po njëja dhe i begative Allahut që munal me meditu në ta që Allahu subhanahu wa ta'ala nga mirësia e tij është na i mbulon të metat tona. Vetë që ta munal me analizu këtë raport me Zotin, qysh na trajton Zoti neve. Na mbulon të metat. Bëjmë gabime, bëjmë gjunahe, e Allahu xhelala na i fshin ato, na i mbulon ato, na i mshef ato dhe nuk i din të tjerët. Mendimi i mirë për një tjetrin që e kemi, duke na njoft Allahu xhelala çushimin vetmi, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu nuk shikon fotografitë tuaja, as në pamjet tuaja, as në pasurinë tuaja, shikon zemrat e juaja dhe në punët e juaja. Allahu xhelala na njeh shumë mirë kushimin. Edhe kur i kemi falë tash namazin e jasës. Kur i kemi thonë Allahu Akbar, ti je më i madh. Allahu xhelala e din kush është më i madh në zemrën tonë. A është më i madh Allahu xhelala, është më i madh preokupimi dhe galat tona. Allahu xhelala e din do të thotë çfarë lëshime kemi bëu. A jemi kon çata që po e thojmë, a jemi çata që e praktikojmë apo si. E din Allahu xhelala, për mua për këtë gjithë zemrën e. Edhe i din gabimet dhe mëkatet. Po na trajton përsëri me lutf, me butësi. Na i mbulon ato, dhe si për njëri tjetrin kemi mendim të mirë dhe pozitiv. Para mendoj Allahu xhelala me na i shfaq ato mendimet që i kemi në vetmi. Çastin që kemi me Allahun xhelala. Gjuna që i kemi bën ndoshta duke mendu, fjalë që kemi bën kur jemi në vetmi me dikant tjetër për një tjetër në raport me Allah. Këto thon Allahu xhelala na i ka mbuluar dhe përsëri subhanallahu para mendoj me pas gjunat tona erë. Me pas një gjuna i caktuar, me pas një shenjë në trupin tonë, në fytyrën tonë ku mirët veshët dhe shifët. Syrin, sot hoxha pas ka po haram, pas ka këshyrë. Subhanallahu. Edhe këtë dinë që kjo është shenjë rezultati i këtij gjuna. A kisha dalur me ligjeru këtu? Jo. Se më kish përfaq Allahu xhelala para tjerëve. Çka duhet mu izoluar mu? Ose më pas trajtu Allahu xhelala do thotë se ki çu në vend që të porosi, se ki përjetu namazin, se me ta marrë një mirësi tjetër. Me ta marrë mirësinë e thitjes ajrit normal, me ta marrë mirësinë e dëgjuar, me ta marrë mirësinë e të pamurit. S'ki me pa. Subhanallahu, me na pas trajtu Allahun këtë formë. Allahu xha me gjithat na trajton me butësi. Na trajton me butësi dhe urtësi. Është i butë me neve. Para mendo, përkundër këtë kësaj, subhanallahu, çfarë trajtimi ka Zoti me neve, kur na bëjmë gjuna, Allahu xhallahu ala nuk meriton na mos më nënshtruar atij. Nga se jemi rob të tij, robi ndaj Zotnisë ka obligime dhe kushte. Në jetën e përditshme kështu e di. Do thotë nuk e çon në vend, nuk paguhesh.
Te Allahu nuk është kjo qasi kështu. Edhe pse ti e ki obligimi, jo e robi ti, ajo është rabbi, ajo është kujdestari. Po Allahu nuk trajton kështu. Ka lyp prej teje, po ta kalon në mejdan për zgjedhje, me këshyr kush është prej atyre që shpejton në punë të mirë. Po s'ta ka kushzu. Edhe megjithatë, edhe pse ti e robi ti, edhe mund me të trajtu Allahu në këtë formë, po se ki qenë në amanetin nuk t'jap nga mirësitë e mia, po t'jo t'jap këto jo pse mu më kushton edhe e kam interes kështu. Por nga se unë jam bujar, për që ta trajtoj me butësi, për që ta trajtoj me falje, për që ta trajtoj me mshije, për që ta të furnizoj, nga se unë jam bujari. Kjo është e para. E dyta, subhanallah, në raport me njëri tjetrin. Para mendoni për shembull, nëse vjen dikush dhe kërkon falje, ki pas mos marrëveshje me njëri tjetrin edhe vjen dhe ma bon halal, qoftë antarët e familjes, qoftë shoku, edhe ti i thu, tamam, madam pe pranon fajin, okej, edhe unë po të pranoj. Po kur ti e din, dhe është ndijen tonë dhe që kjo është të tonë, se ki ndëgju, ki pas një kamerë diku më sheft, edhe ki ndëgju që, veç shkoj ti thamë që apetun e vazhdoj. Dhe ti e ki ndëgju këta, dhe ti e din që kjo si dale pe i derës, ka me vazhdu me ta. Aja falj? A je bujar? Ti vë më halëzër mua, ti je i pa përgjeshëm, më dhe të kumë, subhanallah, Allah është gjithëlara neve, kur ne i kërkojmë ati, thojmë, o Zot, falëm, o Zot më shirom, o Zot falë ma këtë gjuna, e Allah u gjithëlara e din që na apet kemi me ranë këtë gjuna. E din që s'kemi përkushtum, s'kemi khushu, s'kemi përkushtim në adhurimin ton, ibadetin ton, s'kemi sinqert me këta që për e thojmë, me gjithat Allah u gjithëlara për sërinë që më begati dhe mirësi. Edhe duke e di që ti për sëri kemi vazhdu në njëtin lëshime, njëtin nga bimë, njëtin mëkat. Subhanallah, kjo është nivel që është i takon Allahu xhallahu dhe jo krijesave. Ndaj kjo është çështja që ka Allahu me krijesat e tij. Unë që i kemi thonë hadithet, më ka shoh biri Ademi, ka ofendu, më ka nënshmuar, nuk i takon. Subhanallah. Duke ditë Allahu xhallahu që ata nënshmojnë për buzën dhe e injorojnë, ju jep dhe i furnizon ata. E na furnizon edhe neve së bashku me ta. Kjo është nga se Allahu xhallahu është bujar. Po ashtu ka në ajet Kur'anit që thotë Allahu xhallahu ala, Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allahu i mbon tjena dhe tokën që të mos zhvendosen. Pse dojnë mos zhvendosë ato për shkak gjunave të njerëzve? S'mujnë e përballojnë mëkatet e njerëzve, dojnë mos zhvendosë. Zhvendosja shumë pak e tjela dhe tokës merr fund gjithçka. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk ju jep leje atyne, nga se Allahu xhallahu është i butë, bujar, dhe i urtë, halim, me hilmin që e ka, me butësin që e ka Allahu xhallahu, me sabrin që e ka, thotë jo, mos u zhvendosni. Pavarësisht çastit që e kanë me Allahu xhallahu. Kjo është madhështia e Allahu xhallahu. Prandaj ti në këtë dua i thu ebu ulaka bi ni'matika ali. O Zoti, pranoj këtë të mira që më ke thënë vazhdimsi. Allah gjithë se cili për ne më nalë dhe me analizu dhe me meditu sa të mira Zotit na ka thënë personalisht neve, që s'ja ka thënë të tjerë. Si cilë kemi një veçori që veç neve na ka veçuar Allahu xhallahu nuk e ka thënë tjerëve. As nuk është produkt i takvallokut ton, i sinqeritetit ton, i përkushtimit ton, as nuk është diçka që e kemi merituar, subhanallah. Wallahi me bëu me këshyr në krahasim me krahasu vetëm me të tjerë, shumë njerëz më takva se na ka. Shumë më devotshëm, shumë më njerëz që japin sadaka, më përkushtuar, e ty të ka veçuar me diçka Allahu xhallahu që s'ja ka dhënë atë. E të ka begatuar ty me diçka që s'e ka begatuar tjetër. E këtë kjo është në sajt mirësisë Allahu xhallahu. Ndaj sa është edukat e madhe me pas këtë çështje me Allahu xhallahu. Në vazhdimsi me ono Zot, faleminderit për këtë. Ya Rab, lakal hamd. Ty takojnë falënderimet. O Zot, unë se ku meritu, po kjo është nga mirësia jote. O Zot, ti më ke nderuar me këtë Islam. Njerëzit, janë ndjenjë gjithçka me dhonë me e pa me përjetu mirësinë e Islamit. Me përjetu dhe mirësinë e udhëzimit. Sa janë të vujt, njerëzit me miliona ndoshta kanë dhonë për me lyp këtë me gjithë këtë lumturi, s'ja ki mundsu. E mu ma ki mundsu pa dhonë kontribut, pa dhonë kur
E falem o Zot kur edhe përsëri s'ja di vlerën. Më ki nderuar, më ki uzuar, më ki mshiruar, më ki mundsuar, këto unë apet nuk jam mirë jas. Apet ndohet kjo punë e vogël. Apet domthon kur të është puna gjithmonë po tjerë po kanë gjithmonë në lakmoj të këtë tjerë, nuk janë mirë njës për mirësi që ma ke dhonë të uzimit. E tani mirësin që ma ke dhonë të shëndetit, mundësin të familjes, e të bashkëshortës si në tjetë, këtë këto e më begati dhe mirësi. Ma ke dhonë mundësin, o Zot, kjo është nga mirësi edhe që une me të njoftë tyje, me të nështru tyje, me të lutë tyje. O Zot, kjo është nga mirësi edhe që ti sot, më ndjes ma ke mundësu, dhe une me pas këtë qasje me ty, kër e bëj këtë dua. Me thonë, e bu u leke bini me t'i kjari. Subhala, sa njerëz ju në gëdhin më ndjes, sa dhe nuk e kanë thonë këta. As madje nuk e ndjejnë obligimi i thonë se kjo është nga mirësia jote. Jëm mirënjohës për mirësitë e tua, dhe i di gabimet e mia që ti çoj ty në vazhdimsi. Dhe ti përsërim trajton me butësi dhe mirësi. Dhe kjo është mirësi në vete. Që ty Allah të ka përzirë në këtë mesën e këtë aty në njerëzve që ti me e njoftë Allah dhe kështu me e pas qasin me Allahu xhallahu. Dhe kështu me e njoftë bujarinë e Allahu xhallahu. Edhe me ndjej ata në çdo hap që ti e bën, në çdo lëvizje që ti e bën. Me kuptuar që kjo është nga mirësia e Allahut subhanahu wa taala, nga begatia e tij. Wallahi është mirësia e udhëzimit kaq. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith o Muhammed për mirësinë që ti ka dhënë ty kallzoj. Mujahidin në komendën e saj ka thonë është mirësia e Islamit. Kur zot tjetër. Për kundër tjerave që shumë mirë e ka thënë Allahu xhallah, por mirësia e Islamit që e ka thënë për çta kallzoj keve. Ai ti kallzoj keve sa mirësi të ka thënë të madhe Zoti që të ka udhëzuar mesin e këtë krijesave të tjera. Për kundër kësaj nuk kemi mirënjohës për këtë mirësi që na ka dhënë Allah dhe përsëri Allah është i butë me neve. Përsëri Allahu xhallah na mundson me fal namazin, sa njerëz janë që s'kan pranuar miraset e Allahut në sejdë. Sa njerëz në sipërfaqe të tokës ka deviju, sot dhe na përsërimi të udhëzuar. Dhe kjo është mirësi dhe begati. Sa njerëz ne kemi pasur për kushtum të kujdesshëm ndaj obligimeve të sot e kundërta. Ka deviju, ka lajthit, është largu, nuk e ndjen obligim, me ju nështru Allahu xhallahu, ty Allahu xhallahu hala është të rujt. As nuk i dhon në një farë kapari, në lloj sigurie që to Zot me ty e kemi çot raport, subhanallah. Ta ka dhënë Allahu begatinë e udhëzimit, ta merr kur doje. Se s'ki kontribu kur gjo. Edhe sikur të kishe kontribu, thamë atje më herët që Allahu si jep llogari kur kujt, çush do trajton. Nëse Allahu ma sket kësaj, është të rujt ty halon këtë din, të ta mundsu që ti më kon pjesa e kësaj fe, dije që është begati dhe mirësi e madhe Allah. Dhe jemi mirënjohës ndaj këtyre mirësive. Mas këtë kësaj, kur ti thu i ditë mirët e tua, nga më e mira e të mirave që më ke dërguar Zot është udhëzimi, edhe përkundër kësaj saj, unë ta kthej me të keqe, unë ta kthej me gjuna dhe me gabime, e me lëshime. Atëherë, man kejt në fund i thot, faghfir li, fa innehu la yaghfiru dhunuba illa ant. Këtë që kjo bëhet për me i thonë Allah në fund, falë o Zot. Se nuk i falë gabimet përveç te askush tjetër. O Zot, nëse ti në gjykon duke u bazuar gabimet edhe gabimet edhe lëshimet e mia, unë jam i humbur. Andaj falem, nëse ti s'u falë jam i humbur. Çështu i kanë thonë pejgamberët e Allahu xhallahu. Çështu i ka thonë Ademi alayhis salam. Fa in lam taghfir li wa tarhamni lanakunanna min al-khasirin. Nëse s'u fal mua, e nëse nuk na mëshiron neve, na jemi të humbur. Kemi shku poshtë. Nëse ti nuk na trajton me butësi, nëse ti nuk na trajton me falje, nuk na i fal lëshimet dhe gabimet, na jemi të humbur. O Zot, falna neve. Përkundër këtyre këtyre mirësive, na apet si me të ditë as me të falëndëru. As për ndjejmë, madje, do të thotë, s'po ndjejmë nevojshme të falëndëru dhe më të nënshtru tyje. Wallahi, pe ditës që na ke kriju me të nesër është pak veç për mirësinë e udhëzimit që na i ke dhënë. Pa kur fal kontributi na ke begatu, falna o Zot. Falna se nëse ti s'na falimi të humbur, nëse ti s'na mëshiron, na s'kemi ku më orientu, s'kemi ku më shku. Me ti ai që mëshiron, ti ai që fal, na boft Allahu xhallahu nga ata njerëz që Zoti i ka planuar me rahmetin dhe mëshirën e tij në këtë dunja. Ajo nuk kupton udhëzim në shtrim për kushtim me urdhrat e Allahu xhallahu. Lutim Allahu xhallahu na bëjë edhe në ahiret
nga ata që Allahu xhelal na ka pranë me rahmetin dhe mëshirën e tij, e na bën prej banorëve të xhennetit, na bëu prej banorëve të xhennetit Firdaus. ربنا halal أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم